Gjuha shqipe është një nga pasuritë më të çmuara të kombit tonë. Ajo ka kaluar shekuj të tërë duke ruajtur identitetin dhe kulturën shqiptare. Por sot po harrohet ruajtja e kulturës dhe identitetit tonë shqiptar. Ky fenomen nuk vjen pa rrezik, siç na kujtojnë intelektualë shqiptarë dhe të huaj të kohërave të ndryshme. Gjuha është sendimi më i çmueshëm i një populli, por populli shqiptar është i vetmi thesar. Themelin e ditorisë dhe të adetarisë e përbën gjuha shqipe. Shenjat e civilizimit të një populli janë si kujdeset për drujt e tij, si kujdeset për fëmijët dhe për pleqt, si sillet ai me gjuhën e tij. Por gjuha është e rëndësishme, është detyrë e tij ta ruajë dhe ta kultivojë atë si vlerë kulturore dhe si tipar identiteti. Kur nuk kemi të drejtë të quhemi komb i qytetëruar, sado të mësojmë gjuhë të huaja, sepse kombi nuk qytetërohet vetëm me mësimin e gjuhëve të huaja, por me mësimin e gjuhës së vet. Ku dhe kur u dokumentua për herë të parë? I jemi në vendin ku është shkruajtur për herë të parë shqip. Më 8 nëntor të vitit 1462, në kishën e Shën Trinis, është shkruar dokumenti i parë në gjuhën shqipe, formula e pagëzimit, e cila thotë: unë të pagëzoj për emër tatit e të birit e të shpertit shenjtë. Ky dokument është pjesë e një rregulloreje që Palëngjëlli hartoi pas vizitës në dioqezën e tij. Palëngjëlli, si diplomati i Skënderbeut, e kuptoi se popullsia po humbte lidhjen me institucionet. Lejoi pagëzimin në shqip nga vetë prindërit. Kjo ishte një mënyrë për të mbajtur gjallë bashkësinë arbërore. Çfarë e bën unik këtë dokument? Ndonë se përdoren shkronja latine, vihet re një përshtatje me tinguj specifik të dialektit matjan të krahinës së prellit. Si përdorimi i k për tingullin g, apo s për tingullin sh. Fjala unte është një bashkim i përemrit me tradën e shkurtër, që në gjuhën standarde shkruhet unte, por forma e përdorur është karakteristik në të folurin e matit, sidomos dialektit të krahinës së prellit. Folura e matit bën pjesë në kategorisën qendrore e ngjashme me të folurën e lurës, të litës dhe mirëtitës. Brenda të folurës matjane kemi dallime që ndajnë matin me 5 krahina si: krahina e prellit, për të ujit, plosi, kryematja, gura dhe ranza, të cila e folur ka dallime të saj fonetike, ku e njëjta fjalë shqiptohet me tinguj të ndryshëm. Qershi, gërshaja, ksheja, kshaja, qesheja. Në fshati Qelli, në diskurorës të maleve të Dejes, aty ku banorët e krahinës, edhe sot e kësaj dite i thonë qafë kajshës, në e kisha e Shën Trinis, në ertësi 1321 metra mbi nivelin e detit. Nga pika e Shën Trinis, vështrohet e gjithë dugina e matit dhe treva e mirëditës. Në anën jugëndore, malet të Skënderbeut vjen në kufime qermenike. Kisha e Shën Trinis është në 2 km larg me kishën e Shën Mëris. Ishte dioqeza kishtare e Lisit dhe që kishte në varësi në shekullin e 14-15 dhe 40 kisha që i përkisnin principatës arbërore. Si është njohur si vendi i shenjtë nga banorët e zonës. Edhe në kohën e më përpashme, kur shteti munistu më dhe në shkalli vetën si shtet ateist, edhe si vend ateist, më që ishim vetë një vend në Evropë. Zonat, banorët e vendit, nuk ka që dorë, më dhe karitet që kishin dhe nga kërkesat që kishin, nga besimit që kishin për të vend. Pastaj kjo Shën Trini e matit këtu. Kjo vend të më thënë ishtar këtu, dhe të cilën banorët sillnin ndiznin qiri, sillnin vinin ujë. Dhe më thënë ka një lidhje të drejt me
Diocezën kryesore të kishës që është kisha Shënbërisë, që është shumë afër, të vetëm 2 kilometra ashtu nga kjo qendër. Pastaj vetë Dea domethënë në atë kohë konsiderohesh domethënë si maj perëndesh. Kështu që të gjitha këta kanë një anën shpirtërore të banorëve dhe tradicionalisht trashëgues. Në mat, gjua shqipe është ruajtur përmes traditave dhe familjeve, aty ku fjala ka pasur vazhdimsi. Ajo ka marrë formë në përralla, mite, legjendave dhe veprave të autorëve matjan, duke ruajtur identitetin e krahinës. Ku janë ata pleq bujar, që janë përpara ne, e ata trimas shimatar, të shpejt si rufe. Ku janë ata djemë të ri, të bukur, të lullëzun, që pate pa me sy, me ta fol e ligjërun. Ku janë ata zotni, që dojnë me zotnuën, ndës qime ndë matë shtim, këtjetë tu e shkum. Ku janë ata perandor, gjithë shekullit në lëshun, bë krye me një kuror, gurshi që pas shmun. Ku janë ata letëror, të urtë e dijes të njum, të bardhat posibdor, letra të e këndun. Ku janë ata gra e vasha, ndës qim e ndëmat shti, me petkat e menafshta, në alçum bezotni. Dejës pejsazhi i ndërohet çdo stin, kuror shqiponjat, rrotull i vin, ashtu si trimat e luftës dikur, pushtues zemërlik e zun me gur. Aty ku shkëmbërasa ruan njolla gjaku, në plasën e saj që lule zambaku, kraha për shqiponjat fluturojnë anë mban, cak folen mbi dej kanë, në pejsazhin e gjelbër zbret nga dal, sa shumë shkëlqen në fustanellën e bardhë. Si fustanella e Dejës është zemra jonë, me vështrimin lartë me syrin shqiponj. Dhe në shkov shqiponja në tjetër skaj, në petkun e Dejës duket hija e saj. Të sotme, gjithmonë më pak, po këndohen një nulla e lexohen përralla para gjumit. Vendin e tyre e ka zënë brendi i kohës. Ekspozimi i fëmijëve ndaj ekraneve që në moshë të vogël. Nëna shqiptare që në vegjëli ju vendosin fëmijëve të tyre filma vizatimor në gjuhë të huaj. Jam të shumë fëmijët që duke dëgjuar këngë dhe duke parë filma në anglisht, hasin vështirësi më vonë në lexim, në ndërtimin e fjalive apo në shprehjen e mendimeve, pasi fillimisht i bëjnë në një gjuhë të huaj. Problematikë kjo e ngritur nga mësuesit e arsimit fillar. Nga përvoja ime në një mësim të ciklit të unë, kam dhënë re që ka vështërsi në përvetësimin mirë të gjuhës shqipe. Dhe një ndër shkaqet që unë shikoj si parësore është edhe vendosja dhe beqimi para se të vinë në shkollë më tepër i materialeve në gjuhën angleze. Siç janë filmat vizatimor, janë këngët, janë me lojra të ndryshme dhe këto ndikojnë absolutisht që fjalori i tyre të jetë më i varfër, të mos jetë aktiv dhe i pasur. Por përveç kësaj, një rol të rëndësishëm luan edhe cilësia ose niveli i fjalorit në familje. Atëherë, si paraqitet tek ne në fakt? Nxënësit japin përgjigje shumë të shkurtra ose hezitojnë të përgjigjen, nuk kuptojnë shumë mirë udhëzimet dhe kërkesat, përgjigjen me fjali shumë të shkurtra dhe mendoj se për ta përmirësuar këtë, një ndër shkaqet kryesore është bashkëbisedimi i qetë dhe i thjeshtë dhe i shtruar me prind. Vërtet ne nuk mund të shmangemi dot teknologjisë dhe botës moderne që na ka përfshirë të tërë, por të gjejnë materiale në shqip sa më tepër, të lexojnë sa më shumë libra, në moshën e hershme, domethënë para se sa të vinë t'ua lexojnë vetë dhe pastaj të nxisin shumë për të lexuar ato, sepse kjo do t'i çojë sigurisht në mësimin më të lehtë të gjuhës shqipe, do t'i çojë sigurisht edhe në pasurimin e fjalorit
Pra ato mund të përgjigjen me fjalinë më të plota, mund të japin argumente për ato që bëjnë, mund të përshkruajnë me fjalinë dhe prindi ka një rol jashtëzakonisht të madh që jo vetëm i ulur pranë fëmijës për të mësuar, por në çdo kohë mund ta nxjisë për një mendim dhe për një formulim dhe për një pasurim fjalore. Kjo do t'i ndihmojë shumë në mësimin më lehtë të gjuhës shqipe. Gjuha shqipe, një ndër gjuhët më të vjetra të Evropës, e cila qëndron e vetme si një shqiponjë krenare në një deg të veçantë të gjuhëve indo-evropiane. Sot, si kur më parë, e gjen veten në një pozitë ku çdo ditë më shumë, fjalët e huaja si pa u kuptuar zëvendësojnë fjalët e bukura shqipe. Fjalë për të cilat të parët tanë kanë sakrifikuar s'kan pasur, për t'i mbrojtur nga zhdukja e tyre nga faqja e dheut. Prandaj duhet të këmbgullim që fëmijët tanë ta duan, ta flasin e ta shkruajnë gjuhën shqipe, se nuk ka fjalë më të ëmbël se gjuha e nënës.